Wayne Henderson njihet si një prej krijuesve më të mirë të kitarave akustike në Amerikë. Ka rreth 50 vjet që ai bën kitara në qytetin e tij të lindjes në malet e Virginias, rreth 570 kilometra në jug-perëndim të Washingtonit. Radha e pritjes për kitarat e tij shkon me vite. Madje edhe kitaristi legjendar Eric Clapton ka pritur 10 vjet për të patur një kitarë të punuar nga Henderson. Korrespondenti e Zërit Amerikës Gjurnë So shkoi në punishtën e Hendersonit diku në thellësi të maleve Blue Ridge dhe sjell prandaj historinë e tij. Oh, that sounds real good now. Got all that tone and ring and everything. Me një vesh të mpret për tingut e çdo cope druri që përdor, Wayne Henderson është i njohur në rrethet e muzikantëve për profesionin e tij specifik, krijimin e kitarave. Well, when I'm making these guitars, people always ask me. Njerëzit gjithmonë më pyesin se si bëj këto kitare, dhe unë veproj kështu. Një thik e mprehur mirë si kjo dhe pres çdo gjë që nuk duket si kitar. Duket e thjesht, por kjo gjë do kohë. Normalisht duhen 5 deri në 10 vjet pritje për një kitar nga Hendersoni. Të gjitha këto procese duan kohë, pasi duhet kujdes. Unë përpiqem që të bëj atë që duhet me saktësi. Wayne Henderson, i cili tani është 63 vjeç, thotë se ai ka nisur të krijojë kitarat që kur ishte djalë i ri. Familja ime dhe të afërmit e mi interpretonin muzikë, por unë nuk mund ta përballoja që të blija një kitar të mirë. Isha i prirur të bëja gjërat vetë dhe mendova përse të mos bëj dhe një kitar. Kështu e nisa. Duke nisur nga kjo kitarë ndërtuar me kuti kartoni dhe filli spanj, dhe kjo tjetra e cila mban numrin 1 të serisë, Wayne Henderson ka krijuar kitara akustike për miqt, fëmijët dhe njerëz të tjerë për thuajse 50 vjet në qytetin e tij të lindjes, Grayson County në Virginia. Ai ka krijuar kitara nga bredhat e Apalasheve e deri tek një dru i veçantë brazilian. Përveç cilësisë së mirë të materialit, pjesët duhet të montohen siç duhet. Tërësia e drurit duhet të jetë eksakte që të dalë tingulli i duhur. Po ashtu dhe volumi zanor që del nga përplasja tek faqet anësore duhet matur eksaktësisht. Unë këtë e bëj me vesh. Druri në një farë mënyre të flet vetë kur je duke punuar me të. Deri tani Henderson ka ndërtuar rreth 500 kitara. Ai nuk ka ndonjë ndihmës në punishtën e tij në anë të rrugës që është pranë shtëpisë së tij në malet Blue Ridge. Por njerëzit shpesh ndalojnë dhe ndihmojnë. Don Wilson vjen nga Florida disa muaj të vitit, që nga viti 1970. Është një distancë prej 800 kilometrash dhe për 8 orë jam këtu. Është si pushim për mua që të merrem me ndërtimin e kitarave. Është gjithë atmosfera në këtë dyqan. Asnjëherë nuk e dim kush mund të hyjë këtu. Miq dhe adhurues të muzikës janë të mirëpritur në këtë dyqan të rrëmujshëm, dhe ata interpretojnë së shumti muzikë tradicionale bluegrass. Henderson thotë se ka një tjetër arsye pse i duhet kaq shumë kohë për të ndërtuar një kitarë. Muzika është mënyrë të jetuari për mua, për aq kohë sa kam ardhur në jetë. Dhe ka shumë pak ditë jetësime kur unë nuk dëgjoj muzikë ose nuk shoh apo nuk ndjej muzikë. Në një mënyrë ose tjetër, jam në kontakt me një instrument. Henderson gjithashtu kërkohet si interpretues. Ai ndihet njësoj, si në shtëpi, në një lokal të vogël, apo në një skenë prestigjioze si Carnegie Hall. Ai ka marrë një diplomë në vitin 1995 nga Fondi Kombëtar për Mbështetjen e Artistëve për ndihmesën e tij në kulturën amerikane. Henderson ka mbështetur gjithashtu një festival të përvitshëm për të ndihmuar muzikantët e rinj. Becky Ward është presidente e festivalit muzikor Wayne Henderson dhe konkursit të kitarave. Wayne është një hero shumë i nderuar i këtyre anëve. Ne e nderojmë atë duke realizuar një festival me emrin e tij. Ne kemi një konkurs kitarash në përfundim të cilit fituesi merr një kitarë të bërë nga Wayne Henderson, që është një instrument mjaft i çmuar. Unë kam qenë realisht i bekuar që jam i aftë të bëj atë që dua të bëj, të jetoj përmes pasionit tim dhe të jem në gjendje që të jetoj këtu. Nuk e mendoj dot që të bëj diçka tjetër në jetë. Përpos talentit të tij të madh si krijues kitarash dhe muzikant, Henderson është i njohur si një mik i të gjithëve, me të cilët ndan talentin dhe njohuritë e tij. Wayne Henderson thotë se nëse do të rilinte,
ai do të bënte të njëjtën gjë në jetën e tij.